Zoti Pytri Hamza ka dalë një deklaratë për media, duke sqaruar se me kësh duke biseduar dhe cila do t'jenë hapat tutje. Çka po flitet më shumë? Hamza kej qartë në konferencën e tij e tregoi arsyen pse është dhënë dorëheqja nga pozicioni i deputetit, që edhe kjo u diskutu shumë, domethënë, momentin që ai u tërheq nga me marë pozitën e deputetit, njerëzit nisën me menu që ja që tash ajo kthy në komunë dhe s'ka më marrë ma me çështjen e nëse jepet e drejta me bë qeverinë. Hamza e sqaroi mirë, tha në unë jam këtu. Nëse partia parë nuk arrin me bë qeverinë e cila i takon me kushtetut, atër unë jam këtu bisedu, tregoj që është taku me LDK-n, me AK-n, me Limajnë, me gjithë është taku, edhe tash mbetëm të shijem. Do më thonë, si pas Hamzës, ka një disponim për me pas qeveri të opozitës. Ti nuk jetu e vrejt një atmosferë që po qarkullon e po diskutohet në fakt që VV, PDK mund t'jenë potencialisht koalicioni është kësaj qeverie. Njerëzve po ju konvenan me thonë këtë qështje. Se? Me thonë që PDK dhe VV kanë me pos koalicion. Se dhe para zgjedhjeve që të sa në diskutojshin, ko gjë shumë, njerëz. Ajo darka e membri Krasniqit me Albin Kurti në padru komplet perceptimit se jak ta tashin në koalicion. Po nuk henën, se nëse ishin kanë që ishin hinë në koalicion, e kishon po atë koalicion. Edhe ata janë konë të qartë, edhe membri Krasniqi edhe Pytri Hamza janë konë të qartë që nuk him koalicion me vetë vendosjen. Do të punojmë në momentin që na vjen në radha, nëse na vjen radha, do të punojmë për një qeveri të opozitës. Se LDK po e paraqet vetën si një opozit blokuse, në këtë rast parti blokuse, si ka opozita, si ka pozita? Çka është problemi si pas të? Pozicioni i Lumirit, po thomë, se LDK-ja tash po del... Po, atën qune e tha që jam për me bo. Po, pozicioni i Lumirit është nështë apo donë me blema shumë ose me pas... Me rritë pazarin. Rritë pazarin. Qysh po thojnë këtë zhargonin. Mirë po me gjithatë do të me kuptu se nuk do të me kurtisht në zgjedhje hinë për pushtet. Ti nuk hinë zgjedhje për menajt në opozit. Qysh i thuti votusit, po valan votove veç unë du menajt në opozit. Jo më ti dush me luftu me kanë në pushtet? Nëse nuk do me konë me vetë vendosjen, nëse nuk po pranon elektorati jëtë, partia jote me konë në vetë vendosjen, sepse jo në ra kesh njëherë, e kanë provu që është vetë vendosja, atër ti nuk dosh me bloku, me thonë nuk shkaj as me partit opozitare në qeveri, ose vetëm nëse ma jepni pozicionin e kryeministrit, do me thonë me ku. Si a i naqori që e ka topin, të zbutator topin. A i kusht ka qenë, kolege, me gjithë respekt, a i kusht për kryeministr, vazhdimisht ka qenë e për partive tjera, s'fundi ka qenë edhe për Ramushit, ja kryeministr, ja hesh. Ja kryeministr, ja realisht, të LDK-ja unë e kuptoj pozicione Lumirit. Se ka Ramushi ato, nuk e kom të qenë. Në herën e kalun kërë po kryeministr, që shu ka qenë. A pet jetu i krasu i rati kalun me jena, të full veç për që. Po, veç të të reshin një paralele, sa e përket Lumirit, Lumiri e din sakt, nëse LDK-ja përsëri, lëshon pe, sa i përket bashkimit me blokun e opozitës për formimin e qeveris, e din që në zgjedhjet e ashme ka me kalu shumë kesh, pasi LDK-ja e ka përjetu ato. Edhe në zgjedhje ka dalë, ka thonë që nëse nuk dalëm të parit ose dytit, dhe s'na takon pozita e kryeministrit, ne nuk do ta marrëm, po ne nuk do t'im fare, do të rrim në pozitë të forcojmë rolin. Vendosjen është ma mirë për LDK-n, a ma keq? Për hirtë korreksis tash me ta thonë me shumë sinqeritet, nëse shkon me VV-n, unë e menoj përsëri Lumiri në zgjedhje tjera do del keq. Do më thonë a i s'pas ka zgjidhje. Nëse shkon me opozitën? Po thot keq ka me dojë. Unë menoj që do të gjykohet edhe ma keq. E nëse rrinë në opozitë? Për arsye se i ka ndodhur dhe kësaj, su flasim diçka që si ka ndodhur. Edhe është me një pozicion këgja pat Lumiri, në këtë pozicion se numrat i ka të vogël për me dalë edhe me negociu edhe me levizin vetë vendosje, pas edhe aty ka pas një shije të keqe Isa Mustafa kur e bën. Jo, ai numrat e vogël që ka me dalë me nëse ka 20 deputet, nuk janë pak 20 deputet. Ai mundet me bëni koalicion stabil me vetë vendosjen. Nuk e ka, pozitën më se e ka Po, e çito po, kjo po, për me kërku është problem. Nora, bloku opozitar gjatë gjithë fushatës ka thonë, e ka drejtu gishtin të Albin Kurti dhe ka thonë që kë është e keqja e venit. U krytën zgjedhjet, tash unë e kom një pyetje për opozitën. A vazhdon të jetë e keqja e vendit prap Albin Kurti? Kanë me ta e përgjigjen masit mirën vesh për koalicione. Në qatë formë kanë me ta e përgjigjen? Se cili kalkulim, qofë se ti e vendos interesin kombëtar të vendit para interesit partijak,
Kjo është ajo që unë pres nga kampi opozitor. Veç Fatmir Limaj ka thënë që unë po e vendos interesin tem kombëtar para interesit personal, publikisht. Tash çka i bjen, duhet me pa në ditët në vazhdim. Jo, unë kesh ka foli për këta, sepse ai u pozicionu. E ka të regu pozicionin e ti. Kur dikush e të regon pozicionin, nuk len hapësir as për hamenësim. Problemi është e kampi opozitor. Në qofë se ju keni thënë që e keqja e vendit është kjo njeri, a qëndron edhe tash, apo ka qenë veç fushat. Në qofë se qëndron edhe tash, me do e mas, opozita du të me bani qeveri, edhe në qoftë se, deri në zgjedhjen e presidentit. Qoftë se na, vërtet, jemi të bindur se kjo është e keqja e vendit. Sepse ti e te kalën partinë tane dhe punon për interesin kombëtar dhe shtetënor. E në qoftë se ti vërtet e dëshmon që kjo ka qenë e keqja e këtij vendi, mos ki frikë se në zgjedhje tjera keme votu ose s'keme votu. Sepse njerëz, ata të cilët kanë votu, të pakten atë numër të kime mbajt mrena taborit tanë. Të pakten, por kur ata e vrejnë që kjo është e pasinqert, ata kanë më të këthy shpinën, hoshkove me kampin opozitar, hoshkove me kampin e pozitës. Kjo është aja që këta nuk po mujnë me nda, me prej. Qysh për prejnë, për shemë, Zotja Haradinaj. Po thëtë, ku më thonë, po e citoj, shpihon gjatë zgjedhje, shpihon mas zgjedhje. Ka pozicionim të qartë. është i pozicionum qartë. Nuk mund është me thonë që në zgjedhje është kështu dhe mas zgjedhje është kështu, menoj që këta do të me qartësu pozicionin e veprime të fuqishme në raport me interesin e vendit. Jo me kanë politika as peshk. Kjo është çka menoj. Qa menoni? Oke, mirë, po e përfundojmë këto për shkak të kohës, unë ju falenderoj shumë. Ka dhe shumë tema tjera që kemi me diskutuar. Inshallah kemi ymer. Po, që kjo ke... Inshallah kemi ymer dhe unë shfrytëzoj rastin ja uru të gjithë festën e Bajramit. Inshallah shëndet jetë me cilësore. Faleminderit shumë. Urime të bashkangjitur. Aty në çka na gjëru. Studios. Faleminderit shumë. Urime pra të nderuar shikues nga studio e Pikës, me qenë se DTV do të jetë në transmetim edhe me programe që janë dedikuar pikërisht festës së Bajramit. Unë ju falenderoj shumë që na keni ndjek edhe për mu të qartësu edhe njëherë këtë në fund DTV Media nuk paguhet, nuk merr rrogë nga dinart, merr me euro. E besoj që eurot, dinart i ka hek Albin Kurti motju, nuk e di pse ju po mendoni që dinart ende funksionojnë, kur vet ju keni thënë që Albin Kurti e ka hek dinarin, e ka hek sërbë në veri, do më thonë kriminalt. Kështu që, po, na jemi shumë mirë për festën e Bajramit, kushdo që vjen me na vizitu dhe na jap euro. Do më thonë, qësh është ajo tradita për me japare për festën e Bajramit. Faleminderit shumë që na ndoqët, java fakt ka nis kogja e zymte brishte dhe tragjike, po e përfundoj me një atmosferë pak më të mirë, me shpresë që kemi me pas ditë më të mira. Mirëmbëjtje.